Ka një pyetje kyçe që bëhet në gjitha fushatat elektorale, bëhet edhe në sondazhe, popullon sondazhet në mënyrë permanente. A jetohet sot më mirë se 4 vite më parë në Shqipëria? Është jeta e qytetarit më e mirë se 4 vite më parë? Ju keni një përgjigje? Po mendoj që edhe po të kemi, si temi, sigur edhe pa ilustruar fare me asnjë lloj të dhëne, edhe në kuptimin logjik, ne jemi në absolutisht maksimumin e mundshëm për kontekstin dhe për nga nevim dhe për kontekstin shqiptar. Po jemi në maksimumin e mundshëm për tranzicionin ton, për kontekstin shqiptar të fillimit ton vetëm në vitin 90, pra për rrugën shumë shkurtër që ne kemi në ekonominë e tregut, ne jemi një vend që krahasuar me gjithë vendet e tjera fqinjet Bashkimit Evropian, po edhe në rajon, cilat gjithsesi edhe në kohën e një regjimi, po themi autoritar, nëse ata kanë pasur, nuk kanë pasur kursin edhe, nuk kanë qenë pa ekonomi tregu, kanë punuar, kanë lëvizur, kanë par bot, kanë dalë, kanë hyrë, kanë pasur tregtit brendshme, private, kanë pasur automjete, ke parasysh rajonin ton. Shqipëria vinte nga një izolim total dhe pastaj vinte nga një shpërthim për këtij izolimi, i cili erdhi dhe në mënyrë krejtësisht të pa planifikuar dhe të pa përballueshme shkoi në një lëvizje demografike e cila sulmoi pjesën urbane dhe ne patëm një situatë shumë të vështirë me informalitetin, me ndërtimet pa leje, me gjithë nevojën pastaj për të riintegruar ta njerëz, për të marrë me investimet publike, për të riorganizuar gjithë jetën tonë. Pra praktikisht nga errësira nga cila dolëm ne, nga po themi kushtet absolutisht të pakrahasueshme me rajonin nga cila dolëm ne, Shqipëria sot është në një nivel që askush do ta besonte, mendoj unë. Këtë nuk e them vetëm si Blend, po e them edhe si, jo vetëm si Blend kandidat për deputete kanë fjalën, po edhe si një person i cili besoi në këto 35 vite dhe që prej fillimit di mirë se nga vinim, si kemi jetuar ne, se ne jemi afër edhe në moshë, pra nga dolim dhe si jemi dhe në këtë aspekt natyrisht që ne jemi në një situatë shumë mirë. A mund të ishte edhe më mirë? Qasej pak në këshin qasej më të thjeshtë, po mundohem t'ua shpjegoj. Është e vërtet për shembull që pagat e administratës publike janë rritur ndjeshëm, por niveli mesatar i pagës vazhdon akoma të jetë 830 euro, pra jo shumë i lartë në krahasim me çmimet e rritura. Çmimet e ushqimeve, shërbimet bazë, kosto jetesës është rritur ndjeshëm. Pra, duke u bazuar në disa raste tek produktet e shportit jemi goxha ndjeshëm. Ka vendet e Bashkimit Evropian që kanë çmime më të ulta se ne për produktet e shportës. Pra, prandaj është pyetja 4 vite më parë ishte më mirë apo më keq? A mund të përballojnë shqiptarët këto rritje pagash me këto rritje çmimesh për shembull? Po natyrisht që nga pikpamja ekonomike nuk krahasohet vendi jo vetëm në kuptimin e një krahasimi 2013-2025 që është natyrisht bazuar në shifra, unë nuk do doja ta bëja të gjithën një bisedë shifra sepse ato janë kokë forte dhe do duhet pastaj edhe ti referohen, po nuk mund të diskutohet që rritja është evidente kur të ardhurat për frym kanë qenë 3.324 euro në vitin 2013, ndërsa në vitin 2024 ishin 10.342 euro. Pra janë të themi gati trefishuar të ardhurat për frym dhe natyrisht do mundohemi të rrisim me gati 40% më shumë deri në fund të vitit 2030 për të çuar ato në 14.000 mbi 14.000 euro për frym, që do të jetë gati 5 fishi të ardhurat të fillimit detyrës. Ndërsa për pagën mesatare të përgjithshme, ajo u rrit me 2.6 herë krahasuar me vitin 2013 dhe do të rritet edhe më tej për pjesën e mandatit 4. Pra nga 322 euro që ka qenë paga mesatare e përgjithshme është rritur në 830 euro. Besoj që është një rritje e konsiderueshme. Natyrisht që tema që ju përmendi, që ka të bëjë me çmimet, që ka të bëjë me themi me produktivitetin e ekonomisë tonë, që ka të bëjë me tregun tonë punës, që ka të bëjë me ekonominë në përgjithësi, në të gjitha aspektet e saj, me industrinë e lehtë, me shërbimet, me të gjithë koston e jetesës, është në prioritetet e qeverisë dhe ne jemi duke u marrë dhe për këtë arsye ka një numër shumë të madh themi kompensimesh, të cilat i adresohen kategorive që janë më në nevojë, kategorive sociale, që nga pensionistët, deri te kategori tjera familje në nevojë dhe si themi familje me të ardhurat ulta. Është bërë shumë dhe në atë drejtim. Mendojmë që
të synosh tek paga mesatare në sektorin publik në 1.200 euro brenda mandatit 4 është një ambicie jo vetëm themi e lartë, po është edhe themi korrekte, pra nuk jemi duke egzageruar, duke bërë atë që shumë shpesh dëgjojmë nga goja e shumë prej opozitarëve dhe nga goja, sidomos atyre partive që natyrisht duke qenë sigur që nuk do fitojnë, e kanë shumë më kollaj që të delirojnë. Një debat që ka karakterizuar të 4 vjeçar, debat i kritikëve dhe opozitës, është ai shpopullimi